Kapitulli, haroje versionin e vjetër timin, ka duar. Njerëzit ndryshojnë. Edhe unë. Dhe nuk kam ndërmend të kërkoj falje për këtë. Ka një moment në jetë kur kupton se nuk je më ai që ishe. Jo sepse ke humbur thelbin tënd, por sepse ke kaluar në përstuj që të kanë detyruar të rritesh, të largohesh nga plagët, të mos reagosh njësoj si dikur. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të të mbajnë mend si versionin e vjetër, atë që toleronte shumë, duronte shumë, heshte shumë. Por ajo pjesë e meje ka skaduar. Nuk ekziston më. Dhe nuk dua më ta mbaj gjallë vetëm për të qetësuar kujtimet e tua. Njerëzit që nuk e kuptojnë rrugëtimin tënd, shpesh përpiqen të ngjeshin në një kuti të vogël, të përkufizojnë sipas gabimeve të tua të dikurshme, sipas dobësive që ke të kaluar, sipas një të kaluare që tashmë nuk të përfaqëson. Por unë nuk jam më ai version. Kam lënë pas frikën, fajin dhe nevojën për të kënaqur të tjerët. Nëse do të më njohësh sot, më sot të më shohësh me sy të rinj. Sepse ajo që jam tani është një njeri që ka zgjedhur veten. Që ka zgjedhur të mos kërkoj më leje për të qenë. Që ka kuptuar se rritja nuk është tradhti, por shpëtim. Nëse ti vazhdon të flasësh me versionin tim të vjetër, do të marrësh heshtjen time si përgjigje. Sepse unë nuk e jetoj më atë jetë, nuk mbaj më ato plagë, nuk vesh më ato kufi. Nuk i përkas më asaj kohe. Dhe nuk i përkas më atyre njerëzve që më duan vetëm nëse qëndroj i pandryshuar. Thënie. Mos u kthe më tek ajo që isha. Ai version i imi është mbyllur. Për mirë. Mbyllje kapitulli. Të ndryshosh nuk është arrogancë, është shenjë e forcës. Dhe ata që të duan me të vërtet, do të duan edhe kur evoluon. Jo kur hesht, jo kur përshtatesh, jo kur shtyp veten që të jesh i pranueshëm. Prandaj, nëse dikush nuk pranon versionin tënd të ri, mos u përpiq ta bindësh. Le të mbetet me kujtime. Sepse ti je duke shkruar kapituj të rinj dhe nuk ke më vend për rolet e vjetra. Haroje versionin e vjetër timin. Ka skaduar. Dhe nuk do të kthehet më.